Sot ishte seanca e shqyrtimit gjyqësor, ku u lexua këtë akuzë dhe u dhanë fjala hyrëse prokurorit edhe mbrojtëses timën. Me qenë se prokurori në provat të afruar në këtë akuzë nuk kishte palë të mbrojtur që duhet të ekzistoj, ai në një moment kërkoi që të bëhet në ndryshim dhe propozoi që njëri nga dëshmitarët të ftohet edhe në cilësinë e dëmtuar. Të dy dëshmitarët, të cilët deklaruan pikë për pikë se si ka rrjedh çështja, që në fakt klientin tim jo që e implikuan se i njëti ka kry vepër penale të kontrabandimit me migrant, përkundrazi, siç e patë edhe vet, ku ishte mjaft emocionuese kur njëri nga dëshmitarët me lot në sy kthehet edhe falenderon që ja ka bërë një shërbim, të dy dëshmitarët e falenderuan dhe u kriju një gjendje dhe emocionuese. Megjithatë ishte për befasi për trupin gjykues, të cilët refuzuan propozimin tim që në këtë fazë procedurës së paku të mbrojturit tim derisa të përfundon procedura të zëvendësohet masa e paraburgut me masën e arrestit shtëpiak.